Regon Leo, edhe Hermon, një klasike këtë herë, ka të reguar. Elita politike e Kosovës nuk ka kapacitete të mjaftueshme të pjekurisë politike me ndërtu marrëveshje. Vendi drejtohet me marrëveshje politike. Lexohet mirë rezultatet dhe ullet ndërtohen marrëveshjet politike. Dhe një detyrë e ki, implementimin e mandatin që ta ka nga qytetare. Cila është sot programi? Ose ka edhe herë, ka uza. Këtë që ka unë po shoh në studio është debatje për një vend pune, edhe kush pas faj, kush ku në rehi. Ne jemi Sovjet mas pavarësisë Kosovës, jemi në kohën kur ka botë është të trazuar, njërë në tjetër është duke shku drejt inteligjencës artificiale, ka uzat sot në zgjedhje, dhe tema qendrore në zgjedhje është një vend pune, edhe kush i ka fajet, për çka i ka fajet. Nuk është për faqe të një programi. Vendi shkon zgjedhje për ndaj skandal, vendi shkon zgjedhje për ndaj aferë, vendi shkon zgjedhje për ndaj projekt madh, pajtohi. Vendi shkon zgjedhje për një qeveri pa aftë i bën mocion. Kur i bën mocion qeverisë është treguesi më i madh i një shoqërie që është demokratike. Sepse domethënë opozita atje ka të fortë. Dhe opozita ka humbur shumicën. Po, dhe opozita ka humbur shumicën. Dhe këtu pasaj ka të zemë pikuri politike të asaj shoqërie dhe asaj elite politike. Fatkeqësisht asnjëra të ne nuk ka ndodhur. Dhe për një me e kam shumë vështirë me kuptu çka i thu sot njëri që ke marrë gjithat mandat. Edhe e kam tani vështirë me kuptu që shkon të bim, për çka. Nëse këna kthy garen, që dina me bo mas miri, me shoh njëri tjetrin, me energji negative. Nëse këtu e ke shumë i garen, nëse ne shumë i zgjedhje, si betej, ku, si me thonë, frustrimet tona i shprazim kundër njëri tjetrit, me sharje, me shpifje, me mashtrime, me një gjumë të përplasjes, po. Atër kjo është arena. Kosova, këtu këtajnë të e, dhe me thonë, sot ka më tërë sot dush për qëto tema. Për sharje, për shpifje, për denigrime, kur shohet i pari me shah, po. Nëse që kjo është programi, që për ofrohet qytetarë. Nëse qytetarët kanë dëshirë me ndëgju qëtë programe, dhe për qëso programe me votu, i keni njerët që kanë jep një vot. Ama, një është të sigur. Jeta juj ka më keqe, shteti ynë o të shku drejt, e një gjendje më të keqe, kursit e më të gabuar, asgjë edhe as kush s'ka me përfituar nga këto procese. Fakt, ju e përmendet polarizimin e skajshëm që ka ndodhur, ju zë Lima jeni një për drejtuesve më të rëndësishëm të ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Një për njerëzve që keni marrë pjesë në ndërtimin e institucioneve, atëherë bashkë me Kombet e Bashkuara, por edhe të institucioneve pas pavarësisë, pra të asaj qeverisë që konsiderohet qeveria më suksesshme, pra qeveria e pavarësisë, ku ju atëherë ishit ministër i transportit. Sot polarizimi është qaq i skajshëm, saqë në fakt e kemi pa natën kur është shpërnda parlamenti, ka pas gatishmëri edhe për diçka më shumë. Të paktën informatat që kanë rrjedh kanë lënë më kuptu që situata mund të kaloj edhe në diçka tjetër, të cilën as nuk e dëshiron kush, e as nështë ka njëherë as nuk duhesh me ja përmend as emrin. Ai një shqetësum fakt që mund të vendi kjo krizë me prodhu një situatë tjetër. Unë kur nuk kam besuar, Leo, jam shumë i shqetësuar, edhe kur nuk kam besuar që votuesi kosovar, tash du me folë për votuesin kosovar, që t'jemi personalisht nuk jam e zgjedhje, edhe nuk e kam nëjfar objektivi tjetër përveç, po du me thonë ato që ka po mendoj rreth kësaj. Politikën e Kosovës e ka emancipu votuesi. Unë jam dëshmitar i saj. I kujtohet një kohë kur votuesi nuk e ka dashur sharjen. E kujtohet? Nuk e ka dashur. Dhe ka ndihmu pjekuri emancipimin politik të Kosovës. Kjo që po shohim sot, jam ma tepër sa shqetësuar. Ky polarizim i te ka lënë do polarizimit të skaluarës. Pse? Sepse tash e kundërta që ndodh. Sukur ta le për shtypjen, sukur votuesi kosovar po dojnë me pasit polarizim. Po është për bleqit. Por nuk është politika që ka raport rrjetet sociale, por rrjetet sociale disi po e determinojnë politikë bërjen. Çfarë po shoh?
partit politike dhe ata që kërkojnë vot, si kur ata po shqipë thënë, sa ma shumë polarizim, marrë ma shumë vot. Apo kupton e kontra të ndodhë. Dhe më thonë, atraktiv sot për votusin je nëse kina i skandal, nëse ka ndodhë diqka. Kush po shanë ma shumë, kush po shvim ma shumë, ma viral, si shpë thënë ju po bëhen. Dhe më thonë, po shpërblehet kjo gjumë, po shpërblehet kjo sjellje, që nuk duhet me ndodhë. Mund me ndodhë 120 vetë, 600 sa nga ndidim, me shkuane, po votusi nuk u zënë me bëhen këtë punë. Votusi duhet me ndalë, me disiplinu. Me thonë, s'muj me talë mrapa kësaj gjumë. Unë besoj dhe dojme të mi ju votu juve. Mirë po, qka po përfasoni ju tani? Ju po ngargani një ka rruga. Kjo gjumë nuk i shërben fëmijëve tanë, nuk i shërben trive tanë, nuk është model që do të me marrë fëmijë tanë nesër me drejtu Kosovën. Me këtë gjumë kërkun së në qenë vendin. Dhe me këtë gjumë së mërë me ndërtu kërë, tani pasaj së ndërta marrëveshje. Prandaj së ndërta qeverisje. Po e pa mundër. Dhe me thonë, që ka përshonë, e që se kam prit, na kemi kalu thua periudat vështira, të pas luftës shumë të rana, shumë të vështira. Kemi dalë me përplasin nga një proces i rëndësishëm, i dhëmë shumë lirisë Kosovës. Po në gjithë bura e gra që ndarga dalë, kanë po një orientim drejt pavarësisë. Jemi fut në procesin e UNMIK-ut, kemi ndërtu institucione. Po para prakisht, pra ju një prej atyre që u dash më ndërtu një raport mirëbesimi në atë kohë me LDK-n. Edhe ju keni qenë një prej atyre që e keni ndërtu në fakt. Atë mirëbesim, pra ju i vetmi, po ndër tjertë që me që thatë, pra rivalin e ju në garë nuk e patë si janë mikë, si që shihen sot partit politike me zveti. Jo se ndë të dy kretë ka pas njerëz të ashtyshëm të pjekur, edhe kanë po për te egove personale, edhe kanë po që aton që po flasën, kanë po mundësinë e ndërtimit të institucion, mundësinë e ndërtimit të shtetit dhe pavarësisë, pastaj duhet të japim kredinë dhe thash edhe qytetarëve, edhe në atë kohë qytetarët kanë trajtu ndryshe, kanë po ndryshe ndërtimin e shtetit, prandaj edhe në rezultate që në arrit pastaj me qeverisje. Kjo që kanë për në ndodhë neve, që ka po ndodhë sot dhe që ka po shohemi, po shkojmë zgjedhje, shumë mirë, kërkush nuk e bisedon mundësinë e ndryshimit të qeverisjes. Kërkush nuk e bisedon me ban llogarinë e qeverisjes 7 vjeçare. Kërkush nuk po një me ndëgju projekte, pëse po ju një ko gazetarët, po ju në keni po copa për një projekt nëse me dinamik sa nuk ka përfundu me muaj që kemi paralemru. Po inshallah. A, po qështu? Copa. Po ja të ka shty me punu. Sot, po është normale me met rruga Gjilanit Lëq. është me met, tashe sa hera premtu rruga e Podijevës mësë më përfundu. Po kupton? Është normale me pas gjendin në energjetik çfarë kemi. Është çdo si jo normale mos më zhvillu. Kërkush këtu... Këtë betejë zhvillohet mes fjalëve. Kërkush këtu nuk është gatshëm me thonë me dhënë llogari, me thonë ministri i suksesshëm ose pas suksesshëm. Me dhënë llogari për punën e tij. E kundërta, ai shpërblet edhe më shumë me vota atje. Ai shkon merr vota më shumë. Po kur ta pyet, po mirë, pse si bën këtë punë? Tash e 6 vite. Asnjë projekt nuk e ki. Kjo tema nuk është temë debatit. Tash tema e debatit është ka shkon për shan, kush më gjen forën më të mirë, kush po bëhet viral, po dalim me do videoklipe sikur që po i shohim. Po gjitha këtu janë pa përmbajtje. Nuk i shërben Kosovës. Nuk i shërben edhe aty që kanë me dalë me votu ditën e diel kur me 7 qershor. Kështu që po. Tani pasaj e shqetësuar jam edhe këtë pjesën tjetër polarizimi. Leo polarizimi të shuh skajshëm. Nga që po thëmë, shumë jemi shqetësuar me këtë gjumë. Unë ata dhe dje me vajza nuk e kuptojnë që ky lloj polarizimi mund me shkuar në një shkallë tjetër. Sot, shqetësimi kryesor i yni ka qëndosht me kanë gjitha partive politike, ajo që po vjen me 20 korrekt. Që në hyrje që thave. Teme diskutimit e debatit, a bën të mjaftueshëm? Që shko me Kosova është e përgatitur? Si do të cilët Kosova? Pse nuk bën të mjaftueshëm? Çka duhet më bëj tjetër? A kemi ne komunikim diplomatik? A kemi ne komunikim politik? A ka shku dikush për Bruxelles, a ka shku dikush për Londër, a ka shku dikush për Berlin, a ka shku dikush për Washington, me kajtë hallin e këtij vendi dhe e që ka pret Kosovën me 20 korrekt. Kosova sot duhet me frimu veç me një frim. Sot jo me dalë në zgjedhje e mosha, po sot Kosova, gjithë Kosova, e sidomos Kosova politike, ka qenë dashtë atmosfera politike me qenë të 20 korriku. Të 20 korriku. Te akgjykimi
e atyre burrave atje, e cili aktgjykim ka drejt për drejt lidhe me fundamentin e kësaj që na sot e gëzoj këtu bashkë.